Hej, përshëndetje të gjithëve. Unë jam Adisa nga Adisas Kitchen dhe sot do të përgatisim një recetë shumë të veçantë dhe shumë të dashur për të gjithë shqiptarët. Do të përgatisim trileçen e famshme. Unë do ju tregoj të gjitha sekretet si ta bëni ashtu si në pasticeri, madje kush e ka provuar tek unë thot më e mirë se në pasticeri, përgatitet shumë thjesht. Unë kam recetën prej shumë vitesh, më shumë se 10 vite bëj të njëjtën, e kam nga një mikeshe familjes. Si fillim do na duhen 10 vezë, por para se të fillojmë nga puna, nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë të re. Postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës dhe nëse shihni këtë video deri në fund fare do ju shfaqen recetat më virale e më të pëlqyera në këtë kanal. Janë ato receta që gatuan më së shumti nga ju. Masat janë shumë të thjeshta, do i bëjmë të gjitha me lukë. Si fillim do na duhen 10 vezë, është masë e madhe trileçe, cilën unë e përgatis për raste festash, por edhe sot për shembull këtë trileçen do e dhuroj dhe meritojnë ta shijojnë të plotë, sepse gjysma mund të bëni edhe gjysmën nëse nuk jeni shumë njerëz apo thjesht doni ta përgatisni për vete, mjafton të bëni gjysmën e çdo gjëje. Një të veze 4, 5, 6, 10 vezë. Qa do mëma? I kam kaluar në një tas më të madh dhe do të shtojmë një pikë të vogël kripe. Kripa ndihmon të ruhet konsistenca e vezëve dhe e balancon ëmbëlsirën. Po të shikoni gjithë recetat e shefave, ëmbëlsirat e kanë pak kripë. Do të bashkojmë vezët me 10 lugë sheqer. Unë i kam matur një lugë gjelle, masni 10 lugë me sheqer. Dhe sekreti i parë fare që do na duhet për të bërë trileçe të mirë është të rrahim sa më mirë vezët me sheqer. Duhet i rrahim 10 deri 15 minuta, nuk ka nevojë t'i ndani veç sepse bëhet e njëjta punë. Mjafton të bëni rrahjen me 10 apo 15 minuta dhe një gjë që harrova ta theksoj, vezët duhet të jenë në temperaturë ambienti. Unë i kam nxjerr nga frigoriferi që në mëngjes tani fillojmë të rrahim vezët. Shikoni pak që shkume kemi bërë, një shkum e zbet, kompakte, deri dikoj qëndrueshme. Do e rrajmë edhe pak fare dhe unë kam marrë këtë tasin që e di se është i vogël, për megjithatë e mora dhe duhet bëj shumë kujdes që mos më derdhet. Tani do të shtojmë mjedhin dhe për të mos ulur volumin do të përdorim të rasin e dorës. Do të shtojmë, kam matur këtu 10 lugë gjelle me mija, do i shtojmë duke i situr dhe pastaj do të shohim, kam ndarë dhe 2 të tjera veç, do shohim konsistencën nëse do i përdorim apo jo edhe ato. Pra kam hedhur 10 lugë gjelle me mija dhe për të mos ulur volumin vazhdoj me përzije me kujdes me këtë rasin e dorës. Nuk kemi mbaruar akoma, kemi edhe fryrsin për të ashtuar, por unë për të parandaluar atë çfryrjen e shtoj fryrsin pasi kam shtuar mjedhin. Vazhdoj me përzijim. Shtoj edhe ato 2 lugët e gjellës me mjedh sepse vezët ishin pak të mëdha, ishin masa më.
Tani do të shtojmë një paketim fryrës keku. Ju do thoni shiko se janë shumë vezë, nuk ka nevojë pandispanjësh, por unë ja shtoj gjithmonë për ta pasur për siguri. E përzijim mirë dhe me fryrësin e keku. Ndërkohë jemi kujtuar, unë ka 10 minuta, pak më shumë që e kam ndezur furrën që ajo të marrë temperaturën, sepse asnjëherë ëmbëlsirat të tipit me pandispanjë apo kek nuk duhen futur në furrë të ftohtë, duhen futur në furrën e ngrohur. E kam ngrohur në 180 gradë Celsius. Do e kalojmë të gjithë masën në një tepsi të cilën e kam veshur poshtë me letër furre. Dhe tani do e kaloj me një herë në furrë në 180 gradë Celsius, furrë statike, për 30 minutat e parë nuk e hapi fare furrën dhe pastaj do shohim se si do të shkojë pjekja. Dhe shikoni pak çfarë pandispanjë kemi bërë, sapo e kam nxjerr nga furra. Pandispanjën e kemi gati, shikoni si ka dalë dhe po ta vendosësh stikën dele lar, atëherë kemi të pjekur. Mua më ka marrë më shumë se 40 minuta, por si që thash, duhet kalojnë 30 minuta që të mund të hapni furrën. Para 30 minutave nuk duhet të hapni furrën, pasi ju ullet volumi i pandispanjës. Kthejmë në një letër furrë, sepse mund edhe të ngjit. Andaj për ta patur më të lehtë për ta shkëputur, do e kthejmë tek letra e furrës. E heqim letrën e pjekjes që kishte poshtë në tepsi. Kjo është edhe tërësia e pandispanjës që ta keni parasysh. Do i shkruaj edhe për masat e tepsis që të keni edhe ju të njëjtin rezultat. Tani do e lëm pandispanjën që të pushoj për 5 deri 10 minuta, nuk ka nevojë për shumë, dhe ndërkohë do bëjmë me përgatitjen e qumshteve. Për hedhjen e qumshteve, unë ndjek gjithmonë këtë radhë në fund të tepsisë, shtoj 500 ml pana për ëmbëlsira, e cila është gja zukerata, thuhet aty, sepse është italiane, por që e ka sheqerin brenda, pra nuk ka nevojë për sheqer të shtuar. Dhe menjëherë do të vendosim pandispanjën kështu siç e kemi përmbys. E rregullojmë pak anët e pandispanjës dhe kjo e ka marrë me njëherë gjithë qumshtin pana që kemi shtuar në fund të tepsisë, dhe aty duket pandispanja e mirë, ajo fillon ta marrë të gjithë qumshtin me njëherë. Dhe tani qumshtet që do të shtojmë sipër, këtu kemi 1.5 litër qumësht lope dhe do të shtojmë. Unë marrë një kuti nga ato që kanë 360 gram qumësht të kondensuar, por edhe 400 gram është ok. Do e bashkojmë qumështin e kondensuar derisa tretet. Përzijem të dy qumshtet bashk derisa tretet mirë. Dhe do e shtojmë të gjithë qumshtin në gjithë sipërfaqen e trileçës. Po mundohem ta shpërndaj me këtë, kështu që na shpërhapet të gjithë qumshin në mënyrë më të njëtrajtshme. Tani është momenti të shtojmë kremin karamel. Kremi karamel e gjeni në çdo market, janë këto kreme karamel me peshë, ai është tamam për trileçe. Kremi karamel që është me kova të mëdha. Unë zakonisht shtoj 200 deri 300 gram për këtë masë trileçeje, por që gjithsesi mund të shtoni edhe më shumë nëse e doni me më shumë krem karamel. E shpërhapim në mënyrë të njëtrajtshme kudo njësoj. Dhe për dekor unë përdor këtë për ta bërë kremin me kaçurella, them unë.
Unë jam duke bërë prirjen, që ta keni parasysh. Prirja është mirë që të bëhet pas qëndrimit në frigorifer. Pra në frigorifer lihet rreth 4 deri 5 orë apo dhe gjithë natën nëse e keni përgatitur një natë. Dhe kjo është trileqja jonë si sfungjër. Edhe ta provojmë sa e butë na ka dalë për të qenë transparent deri në fund, megjithse syri nuk gënjen. Në shumë raste, jo gjithmonë, por në shumicën e rasteve syri nuk gënjen. Ju bëf mirë nëse e provoni. Faleminderit që e ndoqët videon deri në fund. Shihemi dhe dëgjohemi në videon e radhës.